O Marilo, se ti 20 vjeç. Po. Qatë shtyni ty me mori makinë me gati 600 kuaj fuqi. Më 157 e herë e kom fiksim si motor, Po. e motorat e ri, edhe në fakt jam i apasionuar ke CLS-ja. Ja, pra, pse jo CLS-n, se CLS-n zakonisht është ajo që... Tek CLS-ja jam i apasionuar, por me gjë e njëjta pak si dizajn. I shasi, një motor, gjitha nga poshtë i kanë këto, vetëm luku. CLS-n për pamin e preferencë. Po. Edhe një motor një kështu. Po. Se jo dhe kjo. Çfarë tjetër ke pas për shembull një 2-3 opsione që i ke menuar dhe ke vendosur për këtë, apo vetëm këtë ke dashur ti, vetëm 157 në dha si lloj s'keni tu pas në BMW as në Audi ventar. Jo, është ke benzin. Jam ai shqiptari bazik, apo. Po, shqiptari tipik, mesatar. Tipik, po. Në fakt, më 156 mund të jetë pak më rezistente, më e mirë, po është ja më rezistente, s'është fort ajo, jo. Është më vjetër dhe rezistente është veçantë, ka karakter pak më ndryshe se është aspirata, po për më rezistente, po janë gati. Këto versionet e para fare kanë qenë pak më problematik, te këto nga kjo jo të ndoshta e kanë përmirësuar, jo ndoshta e kanë përmirësuar këto. Me 157 se versionet e para që kanë dalë te forma vjetër, por kur bë facelift kanë qenë pak më problematike. Ta shohim mirë. Shet kjo edhe kështu. Kadematik në fakt është. Po. Në pikë. Mirë, është sik po. Për ty, boll fuqi ka? Ja, boll. S'ke bo asë gjohë, stok e ke majt? Jo, stok. S'ke nevojë mos e bo asë gjohë. Shumë mirë, se dile dinamike.